programit. Vazhdoj të jem në studio me analistin Ben Andoni, sepse këtë herë do të analizojmë dhe diskutojmë rreth procesit që shoqëroi avokatin e popullit. Sot në fakt Endri Shabani u betua si avokati i popullit, edhe pse seanca e sotme ishte e mbërthyer nga kaosi dhe tensioni. Ka qenë një proces shumë i diskutueshëm, opozita së fundmi është atakuar në lidhje me emrin që u dërgua në Kuvendin e Shqipërisë për të votuar më pas si avokat i popullit. Zonja Adriana Kalaja, për shembull, ishte një prej kandidatëve për të garuar për avokat i popullit. Unë zonjën Kalaja tani e kam në lidhje të drejtë për drejtë Skype. Përshëndetje zonja Kalaja, sot mund të kishit qenë ju njeriu që mund të ishte betuar. Ju vjen keq që nuk ishit ju? Po, normalisht më vjen keq, sepse de facto unë atë detyrë kam bërë dhe do vazhdoj ta bëj, por për sa kohë që ne ngrejmë pretendimet dhe tashmë është e vërtetuar që Shqipërinë e drejton një grup i strukturuar kriminal, në fakt një organizatë kriminale, për cilën do ketë edhe të reja në ditët në vijim. E keni fjalën për akshin? Për kë e keni fjalën konkretisht? Mendoj se është vetëm fillimi i një skandali të madh që do preki edhe kryeministrin, në fakt kreun e organizatës kriminale. Dhe mbi të gjitha, për të qenë e sinqert, unë nuk pritja që pas 86 kallëzimeve penale të bëra, njëra nga ato ishte që u bë publike dhe nga media juaj sot, për deputetin Tërmet Peçi ose ish kryetarin e Bashkisë Tepelet. Erdhi një përgjigje nga institucioni i drejtësisë që tha se ka nisur. Vetëm një nga aferat e kësaj bashkie që është në miniatur me bashkitë e tjera të mëdhaja, kap shifrën 66 milion euro, dhe ajo që në fakt mua më pëlqeu në raport me gjithë veprimtarinë e SPAK-ut deri më sot, është një gjë shumë e rëndësishme që dua ta them për publikut nëpërmjet televizionit tuaj të nderuar. Ndërkohë që 86 kallëzime të tjera përfshirë edhe dosjen ndaj zotit Tërmet Peçi, SPAK-u ose e ka lënë për kompetencë në bashkitë ose në prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm të rrethave, ose regjistrimi i veprave penale bëhej pa emër dhe me një vepër penale shumë të lehtë, pra një shpërdorim detyre. Ndërkohë, nëse analizojmë në mënyrë të rëndësishme këtë shkresë, kemi 3 vepra penale. Është pabarazia në tender, është korrupsioni pasiv dhe mbi të gjitha është pastrimi i produktit të veprave penale. Në fakt, është një vepër penale që është ngritur me forcë, qoftë në takimet e zotit Dumani në Dash, por edhe në takimet me të ngarkuarës me punë në ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, qoftë me zotin Dumani, qoftë me ministren e brendshme, qoftë dhe me ministrin e drejtësisë. Kështu që në këto kushte, unë përveç se jam shumë krenare për këtë punë të bërë, unë isha e vetëdijshme që nuk mund të merrja kartonat e atyre të cilët janë të korruptuar, kanë abuzuar me parat e krimit dhe drogës, kanë abuzuar me pronat publike dhe mbi të gjitha, të gjithë janë të dyshuar për pastrim të produktit të veprave penale. E vetmja alternativë që unë i dhash vetes ishte nëse kjo do shkonte me traditën që Partia Socialiste të pozicion doja linte si hapësirë Partisë Demokratike. Dhe kështu ndodhi apo jo, jala, sepse emrin e Shabanit e votoi Nuk është, unë nuk bie në këtë kurt me të drejtën, pavarësisht se kam problemet e mia, pakënaqësitë e mia, kam edhe pozicionin tim në lidhje me këtë garë, po nuk është kaq bardhëzi, sepse në ditët në vijim do të shikoni dhe ecurin në raport me këtë procedurë. Që do të thotë, sepse nga Partia Demokratike u kërkua falje që u firmose emri i tij. Shumë nga deputetët nuk ishin në dieni, thanë, të emrit që kishin deleguar për të shkuar në kuvend për këtë postë. Atëherë, kush është qëndrimi im? Qëndrimi im i prerë
për ta mbyllur këto me çështjen e Tërmet Peçit. Po. Pra, unë në kallëzimin që kam bërë me ndaj Tërmet Peçit, s'kam asgjë personale me askënd, por duke filluar nga kryeministri deri ke zyrtari i fundit në 86 kallëzime penale, objekti i këtyre kallëzimeve penale dhe fokusi im ka qenë mbrojtja e pronës dhe interesit publik. Dhe në këtë rast, unë jam krenare për punën time, sepse unë e kam bërë rolin e avokatit të popullit. Ndërkohë... Po mund ta kishit bërë Mirfilli, përse nuk u mbështetet nga Partia Demokratike siç u tha se do të mbështetej emri juaj në fillim? Nuk ka përfunduar betejë, sepse nëse unë kam kritikuar dhe kam mbajtur qëndrim ndaj pozicionit Partisë Demokratike politikisht, juridikisht Partia Demokratike është në zbatim të ligjit dhe shkeljen e ligjit në këtë rast e ka bërë Partia Socialiste. E keni fjalën për tërheqjen e firmave? Më pas. Patjetër, sepse Partia Socialiste ka kaluar në seancë kandidatë të cilët nuk kanë patur mbështetje me firmat dhe mbi të gjitha është shkelur precedenti i vitit 2022 që po Partia Socialiste e ka zbatuar. Kështu që në pripamja ligjore... Pra po thoni është faji i Partisë Socialiste dhe jo i Partisë Demokratike që ju nuk shkuat për këtë pozicion, siç në fakt u tha në fillim. Po, të marrë një koment nga zoti Andoni për këtë, ju lutem? Ja, vetëm për ta mbaruar, patjetër me shumë respekt edhe zotit Andoni do ta dëgjoj, për ta mbaruar versionin tim, për këtë qëllim unë po përgatis dhe kallëzimin penal në SPAK për veprat penale të konsumuara nga Niko Peleshi, Ulsi Manja, Taulan Balla e tjerë, dhe nga ana tjetër po bëj dhe kërkesën për të çuar në gjykatë kushtetuese për të shpallur pavlefshmërinë e atij vendimi të dalë për një kandidat i cili nuk ishte firma mbështetëse. Kështu që në këtë kuadër unë do t'i shkoj deri në fund dhe nëse gjykata kushtetuese dhe SPAK-u nga ana tjetër bindet në dokumentacionin që u ndërtoi, unë jam shumë e sigurt që vendimi i kuvendit do dalë i pavlefshëm. Po, zoti Andoni? Kush e kishte fajin në gjykimin tuaj? E para më vjen mirë